Pas aventurës në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Egli Taku ka filluar një kapitull të ri në jetën e saj dhe nuk është vetëm. E ftuar në një emision, ajo ka folur hapur për rrugtimin e saj pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Teksa u shpreh se ka një raport të fortë me Gjestin, ajo theksoi se ai do të ruajë jetën private larg mediave, por nuk nguroi të dhurojë një puthje për të, duke treguar se ka një marrëdhënie të shkëlqyer. Me sa jam dhe unë në dijeni, Gjesti ka dhe një intervistë para meje për këtë temë dhe ka cilësuar se jetën private do private dhe nuk dal dot kundër kësaj gjëje. Jemi okej, unë kam shumë ndjesi të mirë ndaj tij, kemi her pas here kontakt, kemi një lloj marrëdhënieje, e ke parasysh shtëpinë më të famshme? Ashtu është edhe jashtë, deklaroi Egli Taku ndër të tjera. Më pas ajo tha se ka parë videon ku Gjesti gjatë një koncerti live ka puthur bluzën me fotografinë e tyre dhe reagoi për këtë veprim të Gjestit. I dërgoi një puthje nga studio, ashtu siç veproi dhe ai, u shpreh ajo me buzëqeshje. Megjithatë, Egli theksoi se nuk ka më çfarë të shtojë mbi marrëdhënien me Gjestin, duke respektuar dëshirën e tij të shprehur në një emision për të mbajtur privatësinë e tyre larg vëmendjes publike. Egli Taku gjithashtu theksoi se është gati për një kapitull të ri në industrinë e muzikës.